Pezullimi Belinda Ballukut nga GKKO ka prodhuar sërish një reagim të ashpër nga kryeministri Edi Rama. Në podcastin e tij flasim, Rama sulmoi prokurorin dhe gjyqtarin të cilët morën vendimin, duke e quajtur precedent të rrezikshëm dhe aventurë të gjyqësorit. Por ndërsa kryeministri përqendrohet tek betejë procedurale, pyetjet thelbësore që prekin fondet publike dhe vendimarrjen politike mbeten pa përgjigje, dhe fakti që Rama ka zgjedhur të mbrojë me kaq forcë një ministre të pandehur për disa prej aferave më të mëdha financiare të dekadës, shton dyshime se çështja nuk ka të bëjë vetëm me Ballukun, por me të gjithë zinxhirin politik që qëndron pas saj. Hetimi i SPAK për projektin 190 milion euro të tunelit të Llogaras ka zbuluar një sër vendimesh të pazakonta të marra nga Ministria e Infrastrukturës. Tenderi i parë, ku kompania shqiptare Gjoka ofroi rreth 140 milion euro, u anullua pa një arsye bindëse. 4 muaj më vonë u rihap një tender i ri me një kosto plot 50 milion euro më të lartë. Kjo histori nuk mund të klasifikohet si gabim teknik i një ministre, është një vendimarrje e rëndë politike që nuk mund të ndodhë pa dijenin e niveleve më të larta qeveritare. Dhe nëse hetimet bëhen siç duhet dhe shkojnë deri në fund, çdo përgjigje që do të çojë drejt pyetjes kryesore është se kush e autorizoi këtë operacion financiar. Një tjetër skem që po hetohet lidhet me dy tecet lundruese të marra me qera nga Bangladeshi. Kostoja totale e projektit pritet të arrijë rreth 120 milion euro, ndërkohë që impiantet nuk prodhuan energjinë e premtuar për nevojat e vendit. Kontrata u firmos me urgjencë, u mbështet politikisht dhe u administrua nga Ministria e Ballukut. Kryeministri nuk ka dhënë asnjë shpjegim se pse vendimi një kostoje kaq të lartë u mor pa analiza të qarta teknike dhe pa transparencë. Heshtja e tij shtron dyshimin e logjikshëm se përgjegjësia politike është më e gjerë se sa figura e një ministreje të vetme. Emisioni investigativ Plug ka publikuar një sër aferash ku përfshihen drejtues të lartë në varësi të Ballukut, tendera, leje fotovoltaikësh, projekte energjie, kontrata në sektorin e transportit dhe të infrastrukturës, që kapin vlerën e rreth 633 milion eurove. Shumë prej këtyre zyrtarëve tashmë janë të pandehur, të arrestuar ose nën hetim. Në një shtet normal, një ministër do të mbante përgjegjësi politike për çdo vartës të tij, por në këtë rast pamja është krejt tjetër. Rama jo vetëm nuk distancohet, por sulmon gjyqësorin që po heton dosjet. Kjo ngre pyetjen e pashmangshme, pse një kryeministër duhet të mbrojë një strukturë të tërë vendimarrjeje, kur një pjesë e vartësve janë kapur me shkelje flagrante. Përgjigjja është e thjeshtë, sepse çdo aferë e tyre lidhet me vendime të miratuara, të mbikëqyrura dhe të përshpejtuara nga vetë qeveria në nivelet më të larta. Në podcast Rama përpiqet të paraqesë çështjen si përplasje të gjyqësorit me politikën, por kjo retorik nuk i shërben transparencës. Nëse vënia e ministrave përpara drejtësisë është rrezik institucional, atëherë cili është modeli që propozon kryeministri? Që ministrat të mos jenë të prekshëm nga drejtësia derisa ta vendosë ai. Në formë të tërthortë, Rama po thotë se figurat politike janë të paprekshme derisa ai të lërë të prekshme, por kjo nuk është mbrojtja e balancës së pushteteve. Kjo është mbrojtja e një sistemi të ngritur mbi vendime që sot po hetohen njëri pas tjetrit. Nëse lexon faktet, hetimet, vendimet dhe datat, bëhet e qartë se çfarë fshihet pas reagimit politik të kryeministrit. Pezullimi i Ballukut nuk është problem për Ramën vetëm si çështje juridike. Është problem sepse çdo dokument, çdo firmë dhe çdo tender i ministrisë së saj lidhet me vendime politike që nuk mund të shkëputen nga drejtimi i qeverisë. Nëse bie Balluku, nuk bie vetëm një ministre, bie një zinxhir i tërë vendimarrësish, vartësish, drejtorësh dhe politikash, të cilat kanë funksionuar vetëm sepse kanë pasur miratim nga lart. Kjo e bën çështjen e Ballukut jo thjesht një dosje penale, por një pikë nevralgjike për të gjithë piramidën politike të qeverisë. Prandaj Rama reagon këtu, prandaj sulmon gjykatat, prandaj e paraqet si rrezik kombëtar pezullimin e një ministre të pandehur. Nuk po mbron thjesht një funksionar politik, po mbron një strukturë të tërë që sot ndodhet nën lupën e hetimeve dhe në qendër të saj strukture janë vendimet e veta.
Kryeministri Rama doli përsëri në një deklaratë të fortë në mbrojtje të zëvendës kryeministres dhe ministres së energjisë dhe infrastrukturës Belinda Balluku, duke cilësuar vendimin e GKK-s si një presion ndaj politikës dhe cënim të balancës së pushteteve. Në të vërtetë, kjo deklaratë nuk është asgjë tjetër veç se vazhdimi i mbrojtjes politike. Rama i ka bërë Ballukut që prej ditës së parë të përballjes së saj me drejtësinë, në përpjekje për të justifikuar një ndërhyrje të qartë politike, kryeministri u përpoq të pas autoritetit të Komisionit të Venecias dhe Gjykatës Evropiane të drejtave të njeriut, por asnjë citim, asnjë vendim, asnjë precedent nuk u përmend, vetëm përdorimi i emrit të këtyre institucioneve për të krijuar konfuzion dhe për të bërë presion. GKK-o ka vendosur pezullimin nga detyra dhe ndalimin e daljes jashtë vendit për numrin 2 të qeverisë, e pandehur për shkeljen e barazisë në tendera në të paktën 2 raste të dokumentuara. Paniku i hapur i Ramës pas 7 orë ngujim në godinën e kryeministrisë u pasua nga një kërkesë urgjente në gjykatën kushtetuese për të zhbërë vendimin. Pikërisht për këtë arsye Rama doli publikisht për t'i dërguar një mesazh gjykatës kushtetuese, duke thënë se ajo duhet t'i jap drejtim. Presion politik asgjë tjetër. Kjo shprehje është ndërhyrje e pastër dhe tentativë për të influencuar në vendimin e gjykatës kushtetuese në një kohë kur drejtësia po heton një nga figurat më të rëndësishme të qeverisë. Ashtu siç kam theksuar edhe më herët, Rama është tashmë në konflikt të hapur me drejtësinë, atë drejtësi që vete ka përmendur për vite me radhë si suksesin kryesor të reformës. Sot, përballë hetimit të zëvendëses së tij, ky diskurs ka rënë plotësisht. Nëse gjykata kushtetuese nën presionin e kryeministrit merr një vendim në favor të qeverisë, atëherë rruga juridike është e qartë. SPAK dhe GKK, duke ndjekur logjikën e veprimeve të tyre deri më tani, do të jenë të detyruara të kërkojnë një mas më të rëndë sigurie deri në arrest shtëpie ose arrest në burg. Në këtë rast, për shkak të imunitetit si deputeti që mban zonja Balluku, do të kërkohet miratimi paraprak i Kuvendit të Shqipërisë dhe pikërisht këtu Rama do të përballet publikisht me drejtësinë për të provuar nëse e mban fjalën e propagandës së tij se askush nuk është mbi ligjin. Qëndrimet e deri më tanishme tregojnë një ortakëri të qartë politike mes Ramës dhe Ballukut, një zinxhir mbrojtjeje që tashmë ka dalë hapur në publik. Kjo çështje nuk është më vetëm juridike, është thellësisht politike dhe prek balancën e pushteteve në vend. Prandaj pyetja që shtrohet sot është thelbësore për të ardhmen e shtetit të së drejtës. A do të rezistojë drejtësia e re ndaj presionit të kryeministrit apo do të përkulet përballë tij? Ditët dhe javët në vijim do tregojnë nëse reforma në drejtësi është vërtet e pavarur apo thjesht një fasadë që rrëzohet përballë interesave të pushtetit ekzekutiv. Mirëmëngjes, zonja zotëri, mirë se vini në Kafe Sheto, sapo ka filluar në këtë çaste muaj i fundit i vitit. Mirëmëngjes Greta Dogani. Mirëmëngjes të gjithëve, edhe nga unë ka nisur një muaj i ri, muaj i fundit, por pas një jave në fakt që ishte fenomenale, jashtëzakonshme, festive. Për disa vazhdon të jetë një ditë pushimi edhe kjo sotme. Pa administratën kryesisht, këto servilët dhe punonësit e shtetit, për shaka, jo të gjithë janë servil, ka dhe që janë thjesht hajduta. Për shaka edhe këtu, ka dhe njerëz të mrekullueshëm që punojnë për administratën tonë, nuk e di se në cilat nivele janë këta, po duhet ketë edhe njerëz. Ka njerëz përkushtuar në ushtrin, polici, në mësuesi, në mjekësi. Sidomos në këto 2 të fundit, domethënë. Është mirë, gjithatë situata miqtë dashur do të jetë më e nxehtë me sa duket në qeveri. Nuk po e lëshon Balluku, madje kjo do të jetë edhe tema e telefonatave për ditën e sotme, është e pabesueshme ajo që ka ndodhur. Ka një ministër që më shumë se të tjerët i ka prova të shtypse, kokforta dhe shumë të qarta, shumë transparente, por ne vazhdojmë. Dim dhe ku ka shkuar lekët? Për herë parë, dim dhe bankat nga cilat janë bërë transfertat, ato magjit Allah Nadir Mura. Po, në fakt për transaksionet kemi dieni, po se nëse do t'i marrim ndonjëherë mbrapsht. Jo, edhe këtë e kemi dienin që nuk do i marrim mbrapsht, sigurisht, megjithatë miqtë të dashur, nuk e lëshon Ballukun, madje gjatë kësaj fundjavë kryeministri ka tronditur pak opinionin publik me disa deklarata vërtet forta nga podcasti i tij, ka bërë dhe analizën e vetvetes. Me sa duket nuk kanë performuar mirë, duhet bëj çimi më shumë emisione, që të dali më shumë Lorenci me Beratin me shokët, që të thonë pse nuk duhet arrestuar dhe shkarkuar dhe zhdukur Balluku, ndërkohë që është jo vetëm e proceduar, po ndiqet penalisht e pa ndehur zyrtarisht, e megjithatë
nuk e lëshon kryeministri ballukun e tij dhe ka pasur edhe disa deklarata, domethënë pak traumatike, tipikisht se ato që e ke parë kushëririn thënë? Kushëri? Jo, ishte sa për të marrë shembull nga një traumë familjare, si më thënë. Por Venecia jo, zakonisht to janë me o hallo daj, që janë që s'janë mirë zakonisht. Fëmijët e tyre. Më keq, megjithatë miq të dashur, në fakt nuk ngjan me kushëririn ton, po ngjan me pak me Maduron. Pak fare me Maduron, sigurisht Maduro ka një invit që është epiteti që i shkon më shumë dhe nofka më e sakt, më në fund ka një nofkë dhe këtë vetën si i fort, Maduro, edhe ai kështu bënte emisione, quaj Alo Presidente, emision dhe kemi nxjerrë këtu në këtë studio, edhe ai shkarkonte njerëz live, bënte kështu politik, komentonte vetën, bënte analistin e vetes. Thoshte e keni parë sa e mirë kjo qeveria e Venezuelës. Është e njëjta situatë, megjithatë miq të dashur, Rama nuk e lëshon ballukun. Kjo është tema për këtë të flasim ditën e sotme, shoh që kanë qenë gati disa nga miqtë tanë me celularet e tyre gati për mesazhet në WhatsApp në 069 27 22 27 2. Mirëpresim telefonatat, mesazhet tuaja po ashtu, lidhur me këtë temë. Absolutisht, sigurisht mos e kontrolloni WhatsAppin e kemi për mesazhe dhe linjën e zakonshme për telefonata. Miqtë dashur, do të jemi bashkë deri në orën 10, do të flasim për gjitha zhvillimet që kanë ndodhur, edhe pse zhvillimi kryesor ka qenë në mbrëmjen e djeshme, fatkeqësisht të dyja tragjike dhe të pakëndshme. Gjithashtu nuk është e këndshme për të thënë, po e kishin paralajmëruar që do të ndodhte një përshkallëzim i situatës së rendit publik, sidomos pasi ai ka nevojë për të hequr qafet sa gjërat e i ka lëshuar. Çunat ka pasur një atentat dje në Elbasan me një viktim, një ngjarje sigurisht tronditse, llatarshme. Madje kemi parë pak më shumë se ç'duhet nga mediat, veçanërisht videot e familjarëve, kushdo qoftë viktima, familjarët patjetër që do e vajtojnë dhe nuk ka asgjë të këndshme për të parë siç kanë qenë makabër dhe perverse videot nga funerali një tjetër personazhi që ka tronditur opinionin publik si këngëtari Shpat Kasapi. Videot e varrimeve nuk kanë qenë pjesë e traditës tonë mediatike, doja që të mos ishin, janë po aq perverse sa gjëra tjera që nuk kanë qenë pjesë e traditës tonë kulturore. Ndërkohë, miq të dashur, ka pasur edhe një aksident me autobus. Biciklet, autobus, gjithë për dhjam qenish, presojmë që mos të ketë pasojat të rënda në asnjë, megjithatë ne do mirëpresim një telefonat në studio. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Ju uroj shëndet të dyve. Gjithashtu. Unë si ta them, nuk di nga t'ja filloj se si peshku ke bishtin. Jo ke koka. Hajde një. Parasysh grevën e fermerëve grek. Se nuk ngrihen ta fermerët tanë, bllokojnë gjithë doganat. Qoftë në Kakavin, qoftë në Qapkane e në Shkodër. E kam një përgjigje, po s'ta them dot. Këtu e kam unë, të ngrihet populli gjithë, të bllokojnë gjithë doganat, edhe shofi e dira më se kush është ky popull. Po s'është, nuk ka njeri. Qatë bëjt, të kisha. Qëndron, si shqetësim. Faleminderit zotëri për telefonatën tuaj, ndërkohë ti hedhim një syt mesazheve pas se do të shkojmë. Patjetër. Te lajmet. Do kemi kohë për lajme, do kemi kohë për shumë informacione sot, por na interesojnë opinionet tuaja. Ja, për kuriozitet, Flavë, mirëmëngjes, ditë dhe muaj të mbar. Dallohet që vjen nga Greqia ky mesazh, sa ato kanë ditë dhe muaj të mbar. Shohim për ditë lajme dhe deklarimet që Rama që kur ndonjëherë nuk kanë vërtetësi, sa shpejt shkojnë në bashki dhe si gjithmonë drejtësia ka punën e vet. Po përse tani ai bën presion në gjykatën kushtetuese? Të gjithë e kuptojnë, është një hajdut ordinari pa ngopur i zi në shpirt, në veshje, një judi vërtet. Më pëlqen shumë enumeracioni. Është shumë simpatik. Ta dëgjojmë pak Rama, çfarë tha vërtet, më pak një ishin regjia. Dëgjoje me Greta, dëgjoje me Greta. Kjo ishte në podcastin e vetëm. Patjetër. Një debat i hatashëm ka mbushur boshllëkun e klubeve mediatike dhe të pasqyrave sociale të javës. Pasi një prokuror dhe një gjykatës u bën bashk, kokë në kokë, dhe pezulluan një antar të kabinetit qeveritar. Unë nuk dua të hyj në asnjë debat për një absurditet kaq të rrezikshëm sa ky dhe pres me durim që gjykata kushtetuese
t'i jap drejtim çështjes së kësaj rruge të pashkelur askund në Europë, po me sa jemi informuar deri tani askund edhe në botë. Por thash ndaj me ju sot se çfarë thon Komisioni i Venecia. Stop. Po gënjen. Vërtet? Po gënjen. Të enten. Po. Madje nuk e dini se ma gjen do të regjia të enten në fundin e emisionit Shim Peka Live ke listën, që është listë e gjatë. Është e gjatë. Po listën vetëm Rumania kishte një 4 a 5. Po, një rast në Rumani në fakt vetëm pa 3 ditë më parë mësuam. Ukraina javën e kaluar hoqi një 4 veta nga kabineti qeveritar. 4, cop 4 lupi. E me gjithatë ky thotë s'ka ndodhur. E dyta që gënjen. Ore e lëm për një moment, është e drejtë, s'është e drejtë pezullimi. Do na thuash gjithë zemra vogël, kjo Belinda, te ai tenderi, ka vjedhur? Po, pra. Apo nuk ka vjedhur? E shkeli ligjin, apo nuk e shkeli ligjin, dhe sigurisht nuk do përgjigjesh se atë na e ka seruar plugu, e dim që i ka rrujt legët më keq se Berberi Seviljes, ai po ishte faqa kështu, me gjithatë të miqtë dashur, hajta të gjejmë një kohë për qef. Një debat i hatashëm ka mbushur boshllëkun e klubeve mediatike dhe të pasqyrave sociale të javës. Pasi një prokuror dhe një gjykatës u bën bashk, kokë në kokë, dhe pezulluan një antar të kabinetit qeveritar. Unë nuk dua të hyj në asnjë debat për një absurditet kaq të rrezikshëm sa ky dhe pres me durim që gjykata kushtetuese t'i jap drejtim çështjes së kësaj rruge të pashkelur askund në Europë, po me sa jemi informuar deri tani askund edhe në botë. Por thash ndaj me ju sot se çfarë thon Komisioni i Venecias dhe Gjykata Evropiane e Strasburgut për këtë çështje. Qendrimi i Venecias është në fakt shumë i prerë. Gjykatat nuk duhet të pezullojnë antarët qeverisë, sepse duke bërë këtë, së pari cënojnë balancën e pushteteve. Për sa kohë një ministër është figurë politike, pjesë e ekzekutivit, përgjegjës para parlamentit dhe kryeministrit, nëse gjykata e pezullon, ajo Po ta dëgjosh kështu duket sikur ka drejt. Po. Mi po. Një detaj vogël që ndoshta e zbet absurditeti, se nuk duket dash. Po fare i vogël. Nëse Belinda dhe ky, për shembull, nuk e ka dashur qefi t'japi llogari para parlamentit në 3 mandatet e fundit, pra s'pas kanë përgjegjësi politike para parlamentit. Na dhe kjo natë e mirë. Dakor, të eci me mesazhet tuaja miqtë dashur në 069 27 22 27 2. Kur u bën kaq shumë, nuk e di. Mirëmëngjes, ne shkruajmë se nuk mund ta kapim dot linjën. Po ti kap linjën. Regjia, këtë numrin merrni ju tani. Ju me këto editoriali tregoni njerëzve si dhe sa vjedhin këta, por populli jo vetëm që di më shumë se ju, por po e vuan lëkurën e vet. I ka vdekur shpresa e vetme dhe të opozita, prandaj ka ngel vetëm tikë ose trehur dhe vetëm mbijetoj. Prandaj nuk del, por rrit dhe vështron. Inshallah Zoti mendon. Nuk jam dakord me këtë. Si u dorëzoka robi kështu me që si pëlqejnë opsionet? Ja. Vazhdo me telefonata, alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Pritet sqarohet ti rrestoj kalamajt njerëz. Dakor. Përshëndesim zotrin, ti gati për të çerë dhe mirëmëngjes, nuk do shkruaj për temën, sot çfarë po ndodh në Shqipëri? Vrasje, tritol, vjedhje, përmbytje, nuk kemi qenë asnjëherë më të pasigurt se kaq. Kush është përgjegjës për vendin tonë? Ku do punojnë fëmijët tan? Ku do jetojnë? Ku janë instancat shtetërore që nuk dihen? E dhimbshme çfarë po ndodh në vendin tonë? Mira, ne i kemi tradhtuar fëmijët tan. Nuk thot gjë njëri për shkollën, nuk thot gjë njëri për spitalin, nuk thot gjë njëri për rendin, kështu që ne kemi lënë fëmijët tanë, nuk e di si, ka në kafshë që i braktis klyshet kështu? Jo, nuk e besojnë. Dhe ta vënë peshqit. Peshqit. Nga që nxjerrin 1 milion spore për herë, kush të mbijetoj? Ndoshta. Po ne nuk bëjmë 1 milion, ne 1 me zi e bëjmë. Po, hajde, vazhdojmë me telefonat. Alo, mirëmëngjes. Mirë se erdhe. Edhe një? Nuk e gjithë. Më ka kalu nga tema, po
për spitalin e Kukësit, çdo data me fund muji nuk ka fond për analiza e para. Po se plotësot kvota. Po pra, nuk ka fond. Dhe për sa i përket për Ballukun, shikoni pak në Kore, gjykata ka arrestu presidentin. Në Kore që gjykata ka arrestu presidentin. Po, tentoj grushtin e shtetit edhe pastaj e kuptoj që ja futi kota dhe u dorëzu. Bota jeton edhe pa Ballukun. Ja. Nese kur e mendoni jetoj Sokol Balla pa Ballukun. Ishte e rëndë? Ishte. Por e drejt. Ndërkohë, këta të Kukësit mos mërziten, se dim që shkojnë gjithë spitali Prizrenit, do thoshte Rama. Që justifikimi brillant, nëse duhet ta falenderojmë në këto momente spitalin e Gjakovës dhe të Prizrenit që kanë ndihmuar dhe ndihmojnë çdo ditë qytetarët e qyteteve kufitare të qarkut të Kukësit. Faleminderit shumë nga zemra, seriozisht kjo. Ndërkohë vazhdojmë me tjera mesazhe, miq të dashur. Mirëmëngjesi. Nuk e di, na duhet i konsensus. Këtë do e themi apo s'do e themi këtë? Palloshi i gjatë. Unë them të mos e themi. Apo të përvonë. Po e thot Belinda për atë. E ka marrë ndërsy mos zbatimin e ligjit. Ai është rrugaç, dhe kështu gjëra të tjera. Rama e ka lëshuar Ballukun që ditën që e dërgoi në SPAK, por po aktron shumë seriozisht për të larduar si Pons Pilati. Shumë shpejt do e lëshoj dalldia dhe do mendoj vetëm për vete. Dakord. Përshëndetje Syri, Rama nuk e lëshon Ballukun sepse është i implikuar në korrupsion. Kush është ai budalla që i thot burgut hapu? Balluku i thot burgut hapu. Se ke para të vitën në Ballukut? Pish fustanin me toka. Pse nuk e lëshon shoku Rama Belën? Kuptohet qartë se hetimet për Belën çojnë te kryehajduti i taksave të shqiptarëve. Gjithashtu GKO, ai po u bën presion që me sa duket ndoshta Bjondi mund t'i ketë çuar në selam. E di kush është Bjondi? Jo. Një Bjond ka bota. Donaldi pra? Ka të bëjë kështu sikur kemi çuar lagje presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Të presim të shohim. Un jam skeptik, thot Abazi nga Tirana. Të gjithashtu jemi Abaz, ndërkohë një mesazh tjetër na thot mirëmëngjesi. Prandaj thot ajo ashtu, se nuk e lëshon. Janë bashkëpunëtor në Vjedhje, ju përshëndes. Për Palloshi kishte fjalën. Mirëmëngjes, Rama ka frikë nga Balluku dhe po bën sikur do e mbrojë. Interesant është dhe ky këndvështrim. Rama nuk do ta lëshoj Belën, duhet që të ngrihet populli dhe t'i marrë zvarr këta një muaj dhe një javë të mbar, ju uroj. Goxha urim për muajin e mbar. Vazhdojmë me telefonata. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirë se erdhe. Jam nga Shkodra. Po. Kisha një pyetje. Jo, ju s'keni gjatë dorëve shkot. Tash këta shpërblimet, ka thënë, e lexova në gazetë që do më dhënë sot. Po. Me fillu sot. Po si ka mundësi? Unë kam punu 40 vjetë. E kam pagu siguracionet kanë 50.000 lek, 60.000 lek për çdo muaj, e marr 100.000 lek. Kurse ata që kanë nuk jam kundërshtim mos me marrë ata, dhe ata mi marrë. Nuk jam kundër. Por unë kam pagu 100 lek për siguracion, e marrë ma pak sa ai që ka 15 vjetë e 20 vjetë punë. A unë kam 20 vjetë punë. Bën sens? Si, i donë kështu këta. Në ndalën ashtu me idenë që të ndihmojnë ata që marrin më pak. Ja, në rregull, unë nuk kam kundërshtim. Të marrin edhe atyne, po të japin tjera një taj, ma t'i dallojnë. Zonjë, kjo është arsyeja në botë pse ka një ndarje ideologjike të majtë të djathtë. E djathta mendon që ai që punon më shumë do të marrë më shumë, e majta mendon të kundërtën. Kështu që thjesht robi zgjedh. Ja, e di. Dhe prandaj ka mbështetje e majta se ka shumë që s'duan të punojnë, po do të marrin lekë në fund. Nuk e di që s'ke nevojë të shpjegosh ti. Jo, s'po ta shpjegoj, po them pse, me që pyete. Faleminderit zonjë. Faleminderit, mirëmëngjes, një javë, një muaj të mbar. Rama nuk lëshon Ballukun se ndryshe dorëzon veten. Dorëzohu Greta, dorëzohu. Dorëzohem. Dhe lexo lajmet. Po regjinë kemi gati? Regjia? Patjetër që kemi gati. Janë gati.
Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha i ka cilësuar si presion të hapur ndaj gjykatës kushtetuese deklaratat e kryeministrit Edi Rama në podcastin e tij, ku mori në mbrojtje politike zëvendës kryeministen Belinda Balluku. Përmes një postimi në rrjetet sociale, duke ironizuar edhe ministren virtuale të Ramës, diellën, Berisha shprehet se edhe ministrja e inteligjencës artificiale e hedh poshtë justifikimin e kryeministrit, duke thënë se nuk ka asnjë raport të Komisionit të Venecias për pezullime ministrash konkret. Kryeministri Edi Rama ka marrë sërish në mbrojtje politike zëvendësen e tij, Belinda Balluku, e akuzuar për shkelje të barazisë në të paktën 2 tendera me vlerë 210 milionë euro. Kryeministri bëri avokatin e bashkëpunëtores së tij më të ngushtë, duke përsëritur narrativën se një rast i tillë pezullimi nga detyra nuk ka ndodhur në asnjë vend të botës, duke shmangur faktin që në vendet e tjera nuk ndodh kurrë që një ministre të merret e pandehur dhe të mos jap dorëheqjen apo të shkarkohet nga kreu i qeverisë. Qeveria socialiste synon të marrë nën kontroll Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Këshillin e Lartë të Prokurorisë, duke shkelmuar thelbin e reformës në drejtësi. Partia Socialiste nëpërmjet deputetit Olsi Komici ka dorëzuar nismën ligjore për ndryshimin e ligjit për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë. Nisma synon të jap kompetenca ministrit të drejtësisë për të thirrur në mbledhje dhe rrjedhimisht në raportim drejtuesit e KLP-s dhe të KLG-s. Rastet e dhunës në familje ka njohur rritje gjatë këtij viti në Shkodër. 124 gra kanë denoncuar dhunën pranë organizatës Gruaja te Gruaja, që merret me këtë problematik prej vitesh. Ndërkohë në total bashkë me rastet e përsëritura, shifrat e denoncimeve të dhunës arrin në 350, bëjnë me dije Trëndalina Poriçi, drejtuese e Gruaja te Gruaja. Faktorët që sjellin këtë numër të lartë të dhunës në familje janë të shumtë. Ndër të tjera, Poriçi bën apel ndaj grave që ta denoncojnë dhunën, që në hapat e para kur ajo ndodh. Rruga kryesore hyrse e lagjes së Driz, ku jeton komuniteti rom në Fier, është tejet e amortizuar. Për shkak të kësaj situate, vetë banorët kanë mbledhur lek nga buxheti i tyre familjar dhe kanë shtruar me rër bituminoze. Banorët thonë se kjo rrugë është problematike pasi është e vetmja rrugë hyrse dhe dalse në lagje, ndërsa shtojnë se pushtetarët vinë në fushata elektorale, premtojnë, marrin votat dhe nuk kujtohen më. Sipas tyre, shkaku kryesor i prishjes së rrugës janë automjetet e tonazhit të rënd, të firmave që vinë dhe shkarkojnë mbetjet urbane te fabrika e përpunimit të tyre. Një sasi lëndë plasëse ka shpërthyer gjatë natës rreth orës 23:38 minuta në portën e jashtme të një banese në lagjen Partizani në rrugën Ali Demi në Vlorë. Nga shpërthimi janë shkaktuar vetëm dëme materiale, ndërsa fatmirësisht nuk raportohet për të lënduar. Banesa i përket shtetas Zbekie Zoto, e cila është nëna e Gentian Zotos, i dënuar me 35 vite burg. 63 vjeçarja shprehet se nuk ka asnjë konflikt me persona të tjerë dhe se nuk ka dieni se kush mund të jetë autori i vendosjes së lëndës plasëse. Rikthehemi në studio, miq të dashur, sigurisht për të pritur mesazhet dhe telefonatat tuaja në studio për të parë edhe ca çuditëra nga kryeministri ynë. Do të dëgjojmë pak Ramën prapa, por nuk je dakord. Mund ta dëgjojmë, por në fakt unë do doja që të lexonim edhe pak deklaratën e zotit Berisha sa i takonte se çfarë kishte thënë ky e fundit në podcastin e vet. Komenti po. Po ja do të dëgjojmë një komentet e telefonuesit ton më pas Berishën. Alo, mirëmëngjes. 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 Më thoni. Mirëmëngjes. Më thoni zotrim, mirëmëngjes. Shiko. Urdhro. Unë jam shumë i habitur. Flavio. Jepi. Flavio, unë jam shumë i habitur. Si ka mundësi që një kryeministër të marrë në mbrojtje ministrin, po li thot darva ka bishtin mrapa. Balluki, motra Ballukit, me sa marrë veshur nga mediat, ka bë vetrinë në Shqipëri. Po. Dhe në qofë se s'përthen
mitingun, dhe tingun që ja bon Shqipëri, kush e ka urdhëru për ta bën, Rama ka shumë drejt që e vërën Ballukun, që çdo gjë shpërthen te Rama. Një. E dyta, 21 janari që publikohet më të madhe, o zotëri, kush e organizoi 21 janarin? Kush e organizoi? Ai që organizon, ai dhe vetëm i zotë të qihet në të 21 janari. Në kohën kur çdo gjë nuk mujti me morë me forcë e me gërë shteti, e këni pa dojnë në ramë pjesën si jep sinjalin e në bërë me 4 veta, pra urni fotografon i Edi Ramës, dhe për të duke që mori banderë qysh në kohë, shpartash në gjena, se në mramje ka deklaru vetëm kaqë atë notë. Ka thonë, 4 vetë nuk janë kurzonë, në ena ka që përgatit me vrajdet të tërmët një veta. Çdo thot kjo. Pra, tu ka përgjësi ish prokurorja Ina Rama, që për mund duhet dhe utilitar me Tiranës, bashkë me presidentin Pamir Topi. Se këta kanë bashkëpunuar me Edi Ramën në kohë. Faleminderit një gjuhë. Faleminderit për telefonatën zotëri, ta dëgjojmë atë komentin që na premtove Greta. Po, patjetër. Lidhej në fakt me deklaratën e kryeministrit se sipas tij, Komisioni i Venecias është shprehur kundër pezullimit të ministrave. Por zoti Berisha ka pyetur diellën në fakt dhe sipas saj nuk ka asnjë raport të Komisionit të Venecias për pezullime ministrash konkret, as në tërësi, por ka raporte vetëm për të zgjedhur vendor. Dhe pyetja që shtron lideri i opozitës në këtë rast është kush gënjen, diella apo Rama? Apo kujt i besojmë, thot ai, diellës që është e paanshme apo Ramës që është i zhytur gjerë në vesh në aferën e pistë të tunelit të Llogëras? Gjerë në vesh? Po. Një foto të Ramës, lutem, nga këto. Që është i zhytur? Jo, të duke komentuar Venecian. Nga video numër 1 për shumë, vetëm për të parë pak. Thash se i kishte vënë syzet. Se më thotë ky mesazhi, Rama me syzet kuqe dhe rruzat kuqe, dhe Balluku me rruazat kuqe. A mos vallë janë të një kulti? Kupton kush e rësirën që po fusin Shqipëri? Nuk e di. Edhe rruazat i kanë pjesë të lukut, të outfitit. Mirë mëgjes, nuk e lëshon dihet pse ai po shtrëngon fort Ballukun edhe më fort se më parë. Janë të lidhur ngusht. Po ku në botë ka dëgjuar ai, ka parë që ministrat funksionarët të rrokullisin një nga një kryetarit tyre të rrinë koltuk e të bëj lapa të kota për turp. Nuk e dim, telefonatat që na thot njërë. Alo, mirë mëgjes. Alo, mirë mëgjes. Po, mëgjes, pra. Mos unë zefën, që keti? Nuk kanë të gjerën, po jep. Poq. Si me tjera... Si tha, ky qytet është shumë i vogël për 2 sherifa, o ti o unë tani, nuk mund të jemi të 2. Vazhdo me tjera mesazhe, po mos e nxirr fytyrën e këtij që ka frikë nga Balluku, tur për popullin. Mos flas më ta shaj këtë, po ky fytyrë vetëm rren, se ky e do ndryshe. Dakor, do e lëshoj se s'ka ku të shkoj, se s'ka më fuqi ta mbroj. Se ka pa Maduron ku i ka lufta në jetë. Për Maduron s'ka as nevojë për lufta në jetë. Thjesht një fishkëllim nga Rubio dhe Ramaduro Lakuriq. E kanë rrethuar atë Venezuelën. Vërtet? Po i kanë rrethuar hapësirën ujore dhe hapësirën ajrore. Interesante. Po e vetmja gjë që i kanë ngelur atë është hapësira vajore. Flavio. Vazhdojmë me telefonat. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirë se erdhe. Unë të mbarë shëndetin. Gjithashtu, zotri. Dhe gjatë to. Urdhro. Punë e Ramës, është që punë asaj li i Berishohës me Berhoxhën. Se bëjt në gjithë në Rusia ja, edhe se e trahtoj e Berhoxhën e të të burg. Se ka po burgën Berhoxha, sigur se majmen? Jo, li i Berishohëva, jo Berhoxha. Dirje po. Po dhe Berhoxha burg, e në kja Ballukja, ose li i Berishohëva është. Mendova se mos ishte më shumë si gjyshi i vetë. Po ma kisha e po. Okej. Gjithë më shnet. Përshëndesim zotrin. Ndërkohë vazhdojmë me tjera mesazhe. Mirëmëngjes, muaj të mbar, na thot mesazhi.
Si ta lëshoj Ballukun ky mafioz, ata kanë vjedhur që në bashki bashk. Aq dorë të lirë kishin për të vjedhur sa nuk mbeti asnjë kryebashkiak e drejtor pa vjedhur. Mirë që vodhën për vete, por nuk lan familjar pa i dhënë prona duke punësuar. Laku ama po ngushtohet. I ka zënë mallkimi njerëzve të varfër. Kam disa të dhëna interesante që lidhen me Bashkinë e Tiranës, nëse je kurioz, Flavio. Jepi një. Sepse për të cituar kryeministrin, si mund vazhdojmë të jetojmë me një kryeqytet që gdhihet pa një kryetar? Ne ndoshta jemi pa kryetar në këto momente, megjithatë Bashkia e Tiranës ka dhënë 250.000 metra katror leje ndërtimi vetëm në 3 mujorin e tretë, atë në cilin jemi aktualisht për këtë vit. Ka dhënë tani leje? Po. Bashkia? Po. Dhe kjo sipërfaqe përbën 71% të totalit të gjitha lejeve të ndërtimit nga bashkitë në vend për të njëjtën periudhë. Pra po flasim sërish për 3 mujorin e tretë të vitit. Këto janë dhëna në fakt që lehtësisht mund t'i gjejmë dhe t'i aksesojmë sepse janë publikuara në Instat. Mund edhe të jenë të hershme dhe tani të janë bërë aktive, nuk e di në të vërtetë se si supozohet të funksionojë, por çfarë thon të dhënat? Krahasimisht me vitin e kaluar, 3 mujorin e tretë të 2024-s, në Tiranë ishin dhënë gjithsej një rekord prej 685.000 metra katror për leje ndërtimi. Për gjithë vitin 2024, sipërfaqja e dhënë për leje ishte rreth 1.9 milion metra katror. Të dhënat duket se mbahen sekret në fakt dhe do duhet kohë që të kuptohet situata reale se si është dhe qëndron me ndërtimet në vend, por sipërfaqja totale e parashikuar për ndërtimet në këtë 3 mujor është 350.603 metër katror. Vlera e përafërt e projekteve të miratuara, që përfshin si ndërtesat ashtu dhe punimet e tjera inxhinierike, ka arritur në 15.9 miliard lek. Ndërtimet për banim përbëjnë pjesën më të madhe të lejeve të reja, pra 231 leje dhe sipërfaqe ndërtimi 273.190 metër katror, ndërkohë që ndërtesat jo rezidente, si hotele, ndërtesa tregtare, ndërtesa industriale, zën pjesën tjetër me 58 leje ndërtimi. Qarku i Tiranës mban peshën kryesore me 93 leje ndërtimi të reja dhe sipërfaqe ndërtimi 252.026 metër katror, ndërkohë që rritja në vlerën e projekteve ndërtimore janë regjistruar dhe në qarqe tjera në Elbasan, Kukës dhe Dibër. Interesante. Po në Kukës kush i ka dhënë apo stafeti? Her pas here kemi një farë kështu nostalgjia. Jo. Mirëmëngjes, Rama e ka lëshuar Ballukun, por Balluku është kapur pas brekusheve dhe nuk i lëshohet derisa çfarë ndodh kur e imagjinove. Përshëndetje yje, po iku Balluku, Rama është i ikur në qeli, ai është koka strumbullari, çfarë doni ju kreu organizatës, do thoshte Benameta. Mirëmëngjesi, ju shkruaj nga Franca. Oh, bonjour. 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 Bonjour, populli e ka në dorë për rrëzimin e kësaj qeverie, po si thon frëngjisht ku është ura? The pont. Populli e ka në dorë për rrëzimin e kësaj qeverie, ai duhet. Po këtë popull kush mund ta organizojë? Politika e djathtë jo, se populli është i pabesueshëm nga këta politikanë. S'ka besim të këta politikanë ndoshta? Plus pak u merr hetimet pa barabarta për politikanët. Kur një ministër dhe zëvendës kryeministre hajdute me miliona i jepet mas mos dalë jashtë Shqipërisë, shkarkohet nga ministër dhe zëvendës kryeministër, këtu jepet e drejta Ramës të luajë ai si të dojë me këta hajdut. Përse Spaku nuk i kërkoi parlamentit heqjen e imunitetit, më duket se do ja kërkojnë këtë javë. Thonë që do ja kërkojnë këtë javë. E gjuat këtu për herë. Prandaj populli besoj se është i ngopur me padrejtësi si nga politika. Me qëra fjalët e popullit. Ka qenë 29 nëntori. Ishte, po. Me këshim me qef shumë. Shumë.